Во Тетово беше формирана комисија за именување и преименување на улиците. Оваа одлука на Советот на општината предизвика реакции кај партиите СДСМ и Левица, додека ВМРО-ДПМН се изјасни за именување на улиците кои немаат имиња, но се спротивстави на промена на постојните имиња. И покрај несогласувањата, работната група беше формирана, а со неа ќе председава советникот Алби Ќамили. Nuk mendoj se do kenë ndonjë problem se e thash, riemërtimi i rrugëve të Tetovës do të pasqyroj realitetin qytetar, karakterin urban, historinë, identitetin e Tetovës dhe nuk mendoj se do të kemi ndonjë mosmarrveshje. Kryesisht do kemi të fokusuar tek rrugët që nuk kanë fare emër, por edhe emrat e rrugëve ekzistuese do ketë padyshim ndryshim. Советникот од Алијанса за албанците во коалиција со Националната алијанса за интеграција, Арлинд Муртезани, упати критики кон мнозинството советници, бидејќи, како што рече, председателот не им дава збор на советниците. Emrova si antar I komisionit për emërtimin e rrugëve, ku do të ketë edhe ndryshime përveç emrimeve të cilat janë caktuar, për shkak se nuk e lidhen asgjë Tetovën me rrugët si JNA, Marshall Tito e kështu me radhë, dhe kërkoj që të ndryshohen këto rrugë, po në këtë seancë më e rëndësishme ishte se shumica demonstroi fuqinë e saj, duke përjashtuar nga salla mua si këshilltar, duke u munduar që mos ma jap fjalën të cilën më takon dhe kam obligim. Dhe kryetari I Këshillit së Bashku me shumicën e prunë një vendim të tillë, duke u arsyetuar për atë se bëjmë shkelje të процедурës të Këshillit. Моментално во Тетово има вкупно 265 улици, од кои 111 се со имиња, 113 со броеви, а 41 воопшто немаат име.